mos fillimi, sepse nuk është kallëzim. Në këtë rast janë materiale që janë arshivuar. Mund të ketë raste që materialet mund të kenë pasur një informacion të caktuar që është e nevojshme që të verifikohen me agjencinë e tjera ligjzbatuese. Dhe këtë praktikën e ndjekim, që mund të kemi dërguar institucione të tjera për ta verifikuar. Si dhe ka dhe një numër rastesh që materiali bën fjalë për një çështje të regjistruar. Dhe në këtë rast materialet janë bashkuar me çështje penale ekzistuese. Dhe kjo dhe ka ndodhur për një të çështje mund të vinë 4-5 materiale kallëzuese dhe mund të jetë i njëjti dhe kallëzim. Ose një mënyrë vjen me post, një mënyrë vjen me email, apo një mënyrë i raportohet direkt prokurorit. Kjo është pak a shumë ndarje e këtyre materialeve. Faleminderit, nderuar kolegë deputet, nderuar prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, nderuar drejtuesi i SPAK-ut, të nderuar drejtues prokurorive të rrethave, të nderuar ekspert komisionit, të nderuar përfaqësues të jashtëm. Në 148 i Kushtetutës Republikës Shqipërisë parashikon që prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë është personi që zgjidhet me shumicë nga Kuvendi i Shqipërisë. Dhe si rregull edhe për ata që kanë bërë agjendën e takimit, duhet të takon të atij të parë që të jepte përgjigje në aspektin kushtetues. Në aspektin përmbajtësor, prokurori i përgjithshëm i Republikës Shqipërisë bashkë me drejtuesit dhe aparatin e prokurorëve të cilët janë të pavarur, hetojnë rreth 98.63% të çështjeve që regjistrohen në këtë vend. Për shkak të peshës specifike që kanë subjektet e posaçme procedimit penal, prokuroria e posaçme dhe për shkak të asaj që quhet sensibilitet publik, ka fituar këtë pozitë dhe këtë prevalencë dhe realisht sot konstatojmë me keqardhje që shumicën e pyetjeve që do t'i bëhen prokurorit përgjithshëm dhe prokurorëve thjesht, po i merrni ju. Ose vjen nga mungesë njohurish ligjore nga një pjesë e personave që marrin pjesë takim, ose ka diçka tjetër që unë se gjej arsye. Tani problemi shumë i thjeshtë. Ju është e vërtetë që me kapacitetet që keni ju nuk mundeni të hetoni gjithë krimet zgjedhore që ndodhen në Republikën e Shqipërisë. Është e vërtetë që ngelet në bazë iniciative personale që ju të bëni këto skuadrat e përbashkëta hetimore që i parashikon Konventa për ndihmën e bashkëpunimit ndërsjellë juridiko-penal, pas një dispozitë tjetër e ligjit tonë të brendshëm. Është e vërtetë që në Shqipëri ministri i drejtësisë bën memorandum bashkëpunimi me prokurorin e përgjithshëm që s'ka asnjë lloj kuptimi në aspektin përmbajtësor, as nga kompetencat, por është ashtu edhe e vërtetë që ju duhet me marrë iniciativën që të bëni një organizëm sui generis bashkë me prokurorin e përgjithshëm dhe me drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, shërbimin informativ shtetëror që e ndryshuam tash nga shik e bëm shish, dhe të përgjigjemi në nevojat kohës. E vërtetë është që është kuvendi që duhet bëjë kodin zgjedhor, ligjin elektoral, i cili ka deformuar vullnetin e qytetarëve shqiptar. Po kështu është edhe vullneti i kuvendit të dyja forcave politike që të bëjë parashikimet ligjore në dispozitat e kodit penal, dhe në qoftë se shef të arsyeshëm, pastaj të bëjë dhe ndryshime në nenin 75A, të kodit procedurës penale për kompetencat e prokurisë posaçme. E bëra këtë sqarim jo për të dalë mbrojtje të askujt, se askush nuk ka nevojë për mbrojtjen time, po për të sqaruar opinionin publik në lidhje me çfarë po bëhet sot këtu, pse po zgjat dhe çfarë diskutimesh. Thelbi është që ky komision i posaçëm të sigurojë një produkt sa më të mirë shqiptarëve që të shkojnë në zgjedhje të lira dhe të ndershme, që të krijojnë organe qeverise, të cilat jenë pasqyra e përfaqësimit tyre si popull, po dhe që t'i besojnë ato institucione që nesër t'i udhëheqin. Këtë bëra hyrje shtjelluese për gjithë, po për opinionin publik. Tani duhet ndalem në një pyetje konkrete teknike. Shqetësimi im i vetëm që kam për SPAK-un është mungesa e efikasitetit në kozgjatjen e procedimit. Dhe po marr disa shembuj. Kanë qenë ca procedime që i përmend opozita etj me radhë, po i referoj me emra, një për Durrësin, një për Dibrën, mos gaboj para ca vitesh.
shumë vonë kanë marrë përgjigje. Ka i procedim penal, jo ndaj meje, po për në zonën elektorale, ku unë kam bë pjesë, i cili ka i videsa dhe një nga kandidatët e Partisë Demokratike që ka bë kallëzimin, akoma s'ka i përgjigje. Qoftë kjo dhe për mua personalisht. Pra, efikasiteti i organeve përkatëse që kanë për detyrë të merren me hetimin ndjekjen penale. Në këtë rast, ka procedime që gjykata e posaçme i ka kthyer tek prokuroria e posaçme. Mund të ishte procedim tek prokuroria e thjesht, lojë procedurale që ndodh. Ne që kemi punuar në këtë profesion e dim. Tani çfarë problemi? Efikasiteti, kozgjatja e procedimit duhet të jetë më i shpejtë në këndvështrimin tim. Nëse ne duam të sigurojmë zgjedhje të lira këtij vendi, ne duhet të bëjmë ndryshyme të ligjore dhe kjo nuk është përgjegjësia juaj. E dyta që kam unë problem. Prapë është problem praktik, po që ka gjetë një këndvështrim të parë edhe në funksion të zgjedhjeve të lira. Koncepti i këtyre grupeve të strukturuara kriminale. Spaku, në këndvështrimin tim, fjalën grupi strukturuar kriminal e përdor si refren shumë mijën e rasteve. Në këto kushte, ka indicie që mund dalin nga veprat caktuara penale që janë jashtë këtyre të kuadrit zgjedhor, po që mund të kenë indicie. Në shumë raste ne e shtrim gamën e hetimit nëpërmjet termit grupi strukturuar kriminal, ndërsa tek zgjedhjet ne ndalemi kompetenca ime, kompetenca e prokurisë së jurisdiksionit përgjithshëm. Pra, nëse ne duam të shkojmë drejt një produkti që zgjedhjet janë të lira, të ndershme dhe të ndikohet sa më shpejt, kam mendimin se siç e përdorin në raste të tjera, përdorin edhe tek zgjedhjet këto gjë, që të ketë efikasitet. Konstatimi im është që struktura që u ngrit për zgjedhjet nuk ishte efikase në kohë. Domethënë kur bësh kallëzim, referim, sinjalizim për ngjarje konkrete, nuk arrihesh dot që të bësh ai bashkëndimi mes institucioneve, siç ishte policia e shtetit, shërbimi informativ, etj. Me radhë, shërbimet operacionale gjurmuse ku diun, që të arrihesh drejt një produkti konkret kur bësh fjalë për kallëzime, pavarësisht për mbajtjen e dini ju ata që kanë bërë. Pyetja ime e fundit që ka e para dhe e fundit, tjerat ishin konstatime, ka të bëjë me një dispozitë që lidhet me një konstatim tuaj. Po marr nenin 327 të Kodit Penal. Shkelja e fshehtësisë votimit, mos gaboj. E keni ndarë me paragrafe dhe siç thoni ju, gëzon të njëjtën mbrojtje edhe subjekti i posaçëm, edhe subjekti i cili është i ngarkuar, gëzon falni të njëjtën regjim ndëshkimi, penalizimi, edhe subjekti shtetasi, zgjedhësi, po edhe personi i ngarkuar me zgjedhjet. Fjala personi i ngarkuar me zgjedhjet. Neni 45 i Kushtetutës thotë, vota është vetjake, e lirë, e barabartë dhe e fshehtë. Nëpërmjet kodit zgjedhor, meqense se u referu që dy bashkëkryetarat janë edhe baballar të reformës kushtetuese dhe majnë përgjegjësi për çfarë është bë, pakën kështu tha njëri nga ata. Më rezulton që nëpërmjet pjesëmarrjes së diasporës në votim, mënyrën se si është ndërtuar kodi zgjedhor, ku komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, institucionet përkatëse, nuk garantojnë fshehtësinë e votimit. Unë mendoj që shkelet edhe neni 45 i Kushtetutës, edhe ky neni 327. Hipotetikisht si kazus, edhe si koleg, si ish kolegi juaj, po kush do mbante përgjegjësi për këtë? A do konsiderohesh shkelje ligjore? A do konsiderohesh shkelje ligjore mënyra e ndërtimit të kodit zgjedhor, sepse na ka pranuar komisioneri shtetëror i zgjedhjeve në raportim vjet. Ja kanë bërë pyetje drejt për drejt. A shkelet parimi kushtetues i fshehjes, i shkeljes së fshehtësisë së votimit, neni 45 i Kushtetutës, dhe e ka pranuar që po, publikisht, në seancë, në komision të ligjeve. Ju në këndvështrimin tuaj si jurist, nuk ka të bëjë me emra kjo pyetje ime, kështu që nuk i intimidoj as për çështje konkrete. Pra, Kushtetuta thotë votimi i fshehtë. Çfarë na ndodh me votimin e diasporës? Një kryefamiljar mbledh gjithë anëtarët e familjes tij, djemt, nuset e djemve, tjerë me radhë, anëtarë, persona madhore të familjes që mund të votojnë. Dhe duke qenë se ne, organizmi i përkatës që administron zgjedhjet, komisioneri shtetëror, komisioni rregullator, e tjera, ata që nxjerrin akte për të rregulluar procesin zgjedhor, nuk sigurojnë një ambient ku të shkohet votohet që të jetë i fshehtë.
pra ajo kutia e fshehtë e votimit, realisht ka ndodhur, janë dhe dokumentuara në rrjetet sociale këto që ka ndodhur që kjo votimi bëhet në mënyrë kolektive të hapur fshehtë. Në këndvështrimin tuaj, kjo dispozitë ligjore që kemi ne